Nëse më lejoni që t'ju pyes, duke marrë Okej. shkase edhe nga zhvillimi më i fundit që lidhet pikërisht me situatën e krijuar nga kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia, imi qenë se vetëm pak minuta më herët përpara se të kishim këtë komunikim së bashku, patëm edhe një qëndrim apo edhe një vendim për shtyrje të seancës në gjykatën administrative sa i takon pretendimit të tij se prokurori Olzado nuk duhet të jetë në pozicionin që është. Si po e shikoni gjithë këtë betejë, nëse mund ta quajmë të tillë, betejë ligjore të kryebashkiakut Erjon Velia, pse jo për të kapur aq sa mundet nga ajo se çfarë ligji lejon? Po besoj që është një proces shumë i komplikuar që mbrojtja e zotit Velia po e komplikon akoma më shumë për të fituar të gjitha hapësirën e nevojshme, e para për zbutjen e presionit që është të themi mbi të, por edhe për të përfituar sa më shumë që zoti Velia të jetë sa më i lirë përballë akuzave të shumta që ka mbi vete. Ju e pat sot që gjykata i hodhi poshtë të paktën që çështja e tij të ishte krejtësisht e hapur. Unë besoj që përballë drejtësisë zoti Velia do ketë një përballje jashtëzakonisht vështirë. E para sepse po ta shikonit me kujdes, edhe sot njerëzit pranë tij, dhe këtu kam në kokë të paktën qoftë njerëz të rrugëtimit të tij politik, por qoftë edhe nga Partia Socialiste Mungone. Ndërkohë që më shumë zoti Velia është marrë me pjesën simbolike se sa të themi me atë përballjen shumë të vështirë që ka. Dhe nga ana tjetër, ju e keni parasysh që çështja e tij po merret më shumë me procedurat dhe e gjithë përballja tani është përballja me prokurorin kryesor të tij, Olsi Dadon. Ju e dini që tashmë gjykata administrative ka shtyr vendimin për të, dhe kjo tregon një farë mënyre që çështja do jetë shumë e koklavitur dhe mbi të gjitha do bëhen të gjitha, të themi, lëvizjet e duhura që më shumë të flitet për procedurat se sa të flitet për akuzat.